këto dy makinat këtu. Kudo që hym, kudo që shkojmë, ka makinat e çunit tim. Kjo është hyrja e shtëpisë mamit dhe babit. Dhe gjëja kryesore janë makinat e çunit. Mami, ne sot do bëjmë një gjë që s'ka bo asnjë në botë. Mami! Do vem pemën? Po ne do të parë Shqipërinë jemi. Qa Shqipërinë, treqegun e botës? Ja, ne është edhe i vem, po Shqipëri Është 30 tetor, Po mirë, nga qefi pemës re, se unë dhe motra kemi ble pemë mamit këtë vit. Sa te pemën që kishte, sa kishte më? Kishte një 5 vjet? 5 vjet, po. Edhe i blem një pemë të re mamit, unë dhe motra. Po nga që na erdhi para kohë dhe e vim tash ç'a të bëjmë? Jo se dum ne. Dhe pemën e vjetër do e vim ke lokali. Tash me që srim do ta hapim, po për ta zbukuruar do e zbukurojmë javën e parë të nëntorit, ë? Okej. Si thoni mua? E mua si thuti? Okej? Okej. Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri. Sot është e mërkur dhe sot e kam hap vlogun, pavarësisht se pak a shumë duhet ta hapja o të hënën o të martën. Po me ju thënë drejtë, po përtoja me filmu. Nuk e di sepse më kapi ajo periudha rehatis dhe nuk po më bonte as me filmu, as me kriju content dhe e bona si tip pushimi. Do thoni ju shumë herët ke nis me bo pushim o Kamil se s'ke as 2 muaj që ke hap vlogun, po unë jam pak tip për tace. Ta keni do të thonë parasysh këtë. Si që patë, sot e nisëm ditën të shkut e thonjt. Kisha në 9 të mëngjesit. Prandaj edhe nuk është se filmova procesin e mëngjesit ose që bëja te kafen. Se i ka shpejt e shpejt. Çunin e çoj Lori në kopësht, si gjithmonë, sepse kështu e kemi Lori e çon, unë e marr. Dhe kështu. Si që patë, sot hapëm dhe pemën tek shtëpia te mami dhe te babi. Do të thonë, nuk e kemi hap tamam, thjesht pas zbukurimin, pas i gjë, nuk donim ta lenim në kuti dhe thjesht ta hapëm aty, ja nezëm dhe ato drita se është pemë me dritat e veta. Edhe nuk e kemi zbukuruar akoma. Të paktën të hynë nëntori, pastaj ta zbukurojmë. Se unë ju kam thënë që ne jemi familje që i nisim shumë shpejt festa dhe zbukurimet. Kështu që kismet se mami dhe babi do bëjnë një si tip udhtimi të vogël në Gjermani. Kur vi nga Gjermania, që i bjen besoj data 4-5 kështu, do vendosin pemën. Se në përgjithësi çdo vit me datë 5 nëntor e kemi vanë. Dhe këtë gjë bona, hapa pemën ke mami. Merri dhe mu një pako që është me zbukurimet vitit të ri. Do ta shohim dhe atë. Deri tani kam ble 2-3 produkte që janë me tema festive. Ajo gota që ju pata tregu që më boni dhurat motra, një mbajtse karamelesh bombonesh dhe këto që do i hap tani dhe ja u tregoj. Do me thënë janë 2 kështu tip babagjyshësh, janë të dyja njësoj, një e ka marrë për motrën, një për vete, dhe po ju tregoj vetëm këtë timi që hapa. Shifni pak sa i bukur është. Dhe e mora goxha lirë tek Gama Store që e kanë dyqanin në Vlorë. Dhe nga 18.000 lek që ishte bo me ulje 9.000 lek. E mora. Është shumë i bukur. Unë kam dhe elfa të tjerë, po jo kaq serios sa ky. Kështu që me këtë gjë doja të tregoja pak a shumë që ne kemi fillu blerjet për festat e fundvitit dhe nuk do pushojmë deri sa të vi dhjetori, mesi dhjetorit. Tani unë do çam të bëj pak dush, se më janë bo flokët goxha për t'u la. Mund t'i rregulloj pak me Dyson, me që dhe çunin e kam në gjumë. Se ngela po me të njëjtin model flokësh. Dhe bëj pak me Dyson edhe se nesër është Halloweeni dhe
do dalim diku, do mblidhemi mama, baba me kalamaj dhe do i nxjerrim diku fëmijët, kështu që të jemi pak të kurum. Atëre, dushin e përfundova dhe flokët pak ka shumë i rregullova. Se unë personalisht kam Dyson Supersonic, atë që është më shumë për floka çurrel. Ndërsa ky Dysoni që përdora sot është i motrës, ja kam marrë motrës dje, se mendoj se ky model që kam unë tani, Butterfly, kërkon më shumë këtë lloj Dysoni dhe më shumë mundësi mund ta blej dhe këtë. Po thash ta provoj herë t'ja marr motrës, ta provoj, a do di ta përdor apo jo dhe a do e kem të kollajt. Dhe në rast se po, do ta blej dhe një për vete. Se ju thash, ai Dysoni që un kam është për flok kaçurrel. Ka atë difuzorin e kaçurrelit, ka disa koka tjera që janë po prap për të kriju volum ose për ka stile për kaçurrel, nuk ka lidhje fare me këto ondet dhe kështu. Dhe në rast se do m'pëlqej dhe do e marr floku im, këtë lloj kreje që unë e kam bo skandal, po hajt mos i për herë të parë mirë është. Për herë të parë, fakt për këtë model është hera parë që e përdor atë Dyson e motrës, se e kam përdori herë dhe me modelin që kisha, pa i prek kështu dhe mirë ngjane. Po tani të shoh se si do më ri me këtë model që kam dhe ju thash, në rast se m'pëlqen do e blej dhe këtë. Tani çunën e kam akoma në gjumë. Drek nuk besoj. Qa drek, se dreka iku tani është ora 2, po mund të filloj të bëj një gjë për dark, se dreka nga atë ushqimin që më sjell në formë aulonën. U çuçuni më duket. U çuçuni. Gëzuar Halloweenin kësi. Mami gëzuar Halloweenin. Si që pat, ne ishim i qik tek Jumbo. Mami dhe motra morën sa gjona për shtëpinë. Unë mora ca budalliqe për makinën, derisa shkoi ora për me marrë çunin. Domethënë e mora nga ora 11 pa 10 kështu. Dhe avash avash do iki te shtëpia ime, se për momentin jam te mami. Do iki te shtëpia ime se do bëja të përgatitur për Halloween që ju kam thënë. Ka mundësi do lyme dhe barkun e motrës. Ta bëjmë kështu me një kungull. Ku vrave, mami? Square, merri pra square. Se për qa ka këtë square? Dola. Se qa është një gjohë në formë katrore që e kërkon? Dola. Po merri pra, mami. Dola. Edhe kështu do zbukurojmë barkun e motrës. Do ta bëjmë në formë kungulli. Sa po erdhëm te shtëpia jon, unë me Odin, dhe më vonë do vi dhe motra ime, se si që thash, ka mundësi që do pikturojmë barkun e motrës, e t'i bëjmë ca foto, që t'i ketë kujtim, se kismet zotit, Halloweenin tjetër do jetë edhe goca, kështu që këtë vit është e barku dhe do mundohemi t'ja përcjellim festat edhe nëpërmjet barkut. Unë jam ul këtu, sepse duhet t'ju tregoj qa ke moj mami? Qa ke ti? Do vish t'asësh edhe ti? Okej, thot. Jam ul këtu se duhet t'ju tregoj veshjen e çunit për sot, sepse sot do ikim tek një lokal ose si tip ambient me lodra që është hap këtu në Durrës për fëmijë, Çela Park, nëse e keni parasysh,
është hap një në plazh duke lagja ime dhe një në Volga, por në Volga na kanë thënë që është goxha më i madh dhe me shumë mundësi atje do ikim. Dhe ato do organizojnë sot një si tip feste me personazhe, me nga ato piktorët që pikturojnë tek fytyra e fëmijëve, do ketë muzikë, do ketë dhurata. Dhe është viti i parë që unë do ja festoj çunit. Unë do më thënë edhe 2 vitet e tjera e kam festu, po këtë vit do ta nxjerr diku. Se 2 vitet e tjera ka qenë i vogël dhe nuk dinte. Tani merr vesh çik më shumë edhe do ja festoj çik më të plot. Kjo është veshja që do ketë çuni për sot. Është një hoodie me kungull dhe brenda po ta veni re. Mos ma lëvizte mami. Është me sfungjer. Ka goxha sfungjer që të krijoj atë idenë e kungullit që është i fryrë. Edhe nga mbrapa ka sfungjer. Është me kapuç. Te kapuçi ka dhe këtë si gjethe që ka kungulli. Është shumë e bukur, është e trash dhe ka dhe këto si geta, si streçet vetat që do ja vesh çunit. Tani në rast se ftohet, do i vesh patjetër tuta poshtë, do të thënë sipër streçeve, po me sa shoh unë është goxha kohë e mirë dhe nuk besoj se do ketë nevojë dhe për tuta plus. Po mami, lecka. Dhe me shumë mundësi ashtu do t'ja lej. Këtu kam një lëng pjeshke që është me 0, Odi, që është me 0 sheqer, e marr tek Extra Market, është shumë i mirë. Do ja u tregoj që ta keni parasysh kush nuk do të marrë shumë kalori ta marrë, se edhe ka shijen e mirë, 1 minutë ja u tregoj. Ja, është ky. Është shumë i mirë. Doja t'ju tregoj edhe dhuratën që i kemi marrë çunit Odit për Halloween, se ju e keni vënë re që unë jam tip që i blej pothuajse për ditë çunit në gjo, kështu që normale që s'do mungonte dhurata edhe për Halloween. Dhe i mora këte gaforre që vendose diku në banjo, ngjitet, ka ato ngjitset e veta, e mbush me pak ujë dhe me solucion. Dhe kjo lëshon fuska gjithë kohës dhe më duket se ka dhe muzikë. Po, ka dhe muzikë. Ja, e tregon këtu. Ka muzikë, ka drita, lëshon ato fluckat, shkumen. Dhe ishte një gjë që çunit i mungonte, domethënë, tek pjesa e dushit, se i kemi gjithë lodrat, i kemi gjitha ato gjonat që ky të lozi që ta shijoj më shumë dushin. Se tani që është rrit, tani paka shumë lahet vetë, unë shkoj hedha te dorën e fundit, se në përgjithësi lahet vetë, po do një qik edhe këto kukullat. Ka nga ato që shtypen, ka nga ato që lëvizin në ujë, ka nga ato kuba që lëshojnë dritë, po si kjo nuk ishin, kështu që e morëm këte. Po për momentin jemi të fiksu me këtë lojën, ja dhe tani e ka marrë këtu. Kjo lojë në fakt është shumë e mirë për fëmijët. Kush është mamë, e din që sugjerohet shumë, sepse kjo ja zhvillon shumë sensorin e ngjyrave, e formave, të lëvizjeve. Për shumë, nuk e dia e ka ndihmu kjo apo jo, po çuni im i di të gjitha format, vetëm se i thot pak a shumë si në anglisht, i ka më qef t'i thot në anglisht. Sa i shefto shapes thot, edhe i thot gjitha. Ja, purple, ja thot ngjyrat e gjitha. Se ky shoqyr zotit ka fillu, domethënë, të flasi, ti thot të gjona pak a shumë që një vjeç e pak. Mësoj ngjyrat, mësoj alfabetin, shqip anglisht, numrat. Është mashallah, se mos e marr mësysh. Se ne mamat i marrim mësysh kalamajt e ton. Dhe kështu, unë sot kam mendu për Halloween, mbasi të vim nga ajo festa që ju thash. Nëse do kemi kohë, se varet mund të rrim edhe shumë tek festa dhe mu mos kem kohë ta boj, po kam shumë qejf të bëj një picë ose 2 pica, një në formë fantazme dhe një në formë kungulli. Por gjithsesi nuk ja u premtoj se nuk i dihet, po pata kohë do e bëj patjetër. Po s'pata do shijojmë thjesht atë organizimin që do jetë bëke aty te Çela Park që ju thash.
Më thoni pak a shumë edhe ju se si do e kaloni Halloweenin, se si e organizu ditën, si i veshët fëmijët, vetë qa bot, që të flasim pak. Tani nuk e dia do bëj një dush, sepse këto flokët nuk po më pëlqejnë. Nuk kam arrit me bo atë kthimin, se nuk doja t'i boja as bukle, as kachurela, se unë kachurela e kam vetë, doja të ndryshoja pak. Doja thjesht atë kthimin e flokëve, o për jashtë o për brenda, po mu nuk më dolën, kështu që nuk po më pëlqejnë kështu siç i kam për momentin, dhe kam mundësi do t'i lej kachurela, sepse kohë që t'i qike parukera bëja të krehje nuk kam, kështu që të shohim ç'a mund bëj. Nuk është se janë shumë keq, po t'i lëshoj, po më janë fryr shumë se është mundu floku im të shkoj prapë te kachureli vet, dhe ka dalë një formë që s'merret vesh. Po gjithsesi unë ta mendosh thellë, nuk ka çam duan flokët e bukura sot, se unë do ri gjikohet me paçunit, gjëmo çunin, bo çunin, kështu që edhe po t'i lej kështu nuk na prish një punë. Nëse tani unë do ta mbyll pak, sepse do dhe çunin gjumë se sot nuk dashka të flej vet. Sot dashka vetëm të lozi. Mami. Po shpirti mamit, ja dili qi këtu. Edhe Odi e ka vesh bluzen me Halloween. Ja vesha në fakt për në kopësht, që t'ishte pak në temë. Edhe sepse foto me këtë veshjen i kam bo. Bëje, si po me dorë. Po mundohet nga atje ta bëj me dorë. Bëje këtu me dorë, mami. Bëje këtu. Bëje. Ha më thoni që më gjanë quni. Më gjanë as më gjanë. Më gjanë pra se qunat mamit i gjanë. Unë për ne kam tash gjithmonë të kem një qunë. Se gjithmonë ma te iden që qunat i gjanë shumë mamave. Plus që unë që e vogël fare nuk e di pse, kam qenë e fiksume që të kisha dhe një vllatë vogël. Se unë një vllatë madhe kam. Jam unë pastaj dhe motra. Dhe doja një vllatë vogël dhe gjithmonë i kërkoja mamit, thoja, ama, na boni dhe i vlla, derisa mami tha, dhe e bosh vet mami, do bosh vet një çun, kështu që Zoti me vërtet më dha çun. Pavarësisht edhe një gocë du, normale, po qefi im ka qenë që fëmin e parë ta kem çun, nuk e di se pse, se idea që do më gjante, më duken shumë, çunat më duken shumë ledhatar dhe shumë mas mamit. Ky të paktën deri tani kështu është. Ky është fëmijë i dashur, ky i don të gjithë, po mas me e bon shumë. Zemra ime. Kështu që nëse unë tani po e mbyll, siç ju thash, mundohem dhe çunin gjumë. Qof që kam në gjo për sistemu këtu, në shtëpi. Në rast se nuk do bëj dush pastaj që të lajt heq këtë formën e flokëve, do vjen një film, do vjen një program në i gjotë shof. Dhe do pres motrën, se si që thash, do bëjmë atë iden që kemi. Kam qef t'i pikturoj një kungull, nuk e di sa do arrim, po unë do mundohem. I ka pas shifemi pastaj.